Një segment i rrugës në lagjin Dobraç ndodhet në gjendje të amortizuar duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve. Rreshtet e shiut të ditëve të fundit kanë përkeçuar situatën duke shtuar dëmtimet në asfalt dhe duke krijuar gropa që rrezikojnë sigurinë e drejtuesve të mjeteve. Rruga ka rëndësi të veçantë për zonën pasi shërben si lidhje me aksin nacional Shkodër-Hani Hotit, një nga rrugët kryesore të qarkullimit. Një pjesë e segmentit rrugor në zonën e Dobraçit është në gjendje të amortizuar, ndërkohë që rreshtet e shiut kanë vështirësuar qoftë qarkullimin e automjeteve, po ashtu edhe lëvizjen e banorëve. Kjo rrugë është tepër e rëndësishme duke qenë se lidhet me aksin nacional Shkodër-Hani Hotit. Banorët jashtëkamerës shprehen të shqetësuar për gjendjen aktuale dhe kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejtë nga institucionet përgjegjëse për të shmangur aksidentet dhe dëmtimet e automjeteve, veçanërisht gjatë ditëve me rreshje.